I tha Musa a.s. të plot fuqishmit, tha i madhi Zot, desh me ditë Musa i me qim profet ishte komshi. I tha i madhi Zot me cilin do jem xhennet. I tha sunduesi i madhi i gjithësisë me Muhammed Mustafan, me Ibrahimin a.s., me Isan a.s., e i tha me Nuhun a.s. e me profetët, i tha edhe me një njeri të thjesht, i cili bon punë të thjesht, për do jetë afër me ty në xhenet. I tha i madhi Zot, këto të profetëve i kuptova, po ky, tha sepse nana e ti është i knaj shumë me fëmijën e vetë dhe unë ja kam bërë risk me qenë xhenet me ty. Dhe shkoi e kërkoi Musa a.s. e gjeti e takoi dhe i shkoi në shtëpi. Kur hyri në shtëpi, pa që lëngonte një grua në dhomën tjetër, tha kush është nëna? Tha rri këtu se e takoj unë. Pa i tregu se kush ishte. Kur shkoi tha o nën. Pse lëngon? Tha jam e smur. Tha kush të mban fëmia? Tha Musa e dinte, tha a je e kënaqur ti me fëmijën tënd? Tha pafund. Por tha nuk do kënaqem. Deri sa në këtë botë ose në botën tjetër, unë ta di që i madhi Zot më ka plotësuar lutje që e bëj pareshtur, sepse fëmia im është shumë i mirë. Tha ç'a lutesh ti? Tha i them i madhi Zot, fëmia im, megjithëse s'është profet, çoje në xhenet komshi me Musa a.s. profetin e madh, kellem Allahu Musa teklima, thot Zoti në Kur'an, i foli Zoti Musas me të folur. Tha gëzou, Musa ibn Imran jam, që më ka zbrit Teurati i të madhit Zot, më ka shpall i madhi Zot kur e pyeta për në xhenet, që fëmia jote do jetë komshi në xhenet me mua. Qofse do mbegatit kësaj bote, kujdes me babën me nënën. Qofse do në bekim botën tjetër, kije kujdes babain dhe nënën.